Ja, vetëvendosje në fakt nuk ka kur farë interesi që ta bëjë qeverin, aq më pak me zotin Konjufsa. Aq më pak me zotin Konjufsa? Aq më pak. Nuk ka qenë aq serioze kandidaturat ti? Unë ja këmë thonë këtu disa herë, këmë thonë që zotin Konjufsa është një prej politikanëve të preferum të mitë. Mirë po me pa këtë pozitë sinqerisht më vjen shumë keq, sepse mandatari është ai i cili tonë e dim, është ai i cili merr përsipër detyrën me kompozu një qeveri, me kompozu një plan qeverisës. Asnjëri për këtyre nuk ka tagër me bë zoti Konjufsa. Madje zoti Kurti ja bani me dije që ky do të jetë mandatar për qeverinë cilën unë e kam propozuar. Madje tha, ky do t'jetë në vendin tim. Thuti, ai është vend i dizajnuar përjetësisht për zotin Kurti, e po ja lëshon pak me rujt terrenin se ky i ka do punë dhe i të kthehet. Këtu mund të themi që s'ishte i sinqert zoti Kurti? Ne dim, ose s'paku pritet që zoti Kurti të mendoj që vetëm ai duhet të jetë kryeministër nga lëvizja vetëvendosje. Kështu që ishte i sinqert se kjo mund të ndodhë përkohësisht, po derisa të kthehem unë. Po, e qartë. Mund të ketë qenë i sinqert në këtë pikë, dhe nga unë nuk e di, nuk mu me hinë lëkurën e militantëve dhe që janë besimtarë, që besimtari nuk lyp argumente, po thjesht beson, unë nuk jam i tillë në asnjë plan, jo vetëm në raport me zotin Kurti. Dhe tjetra mungesa e urgjencës tash është që, ajo që deshta me thonë para kësaj, është që mandatari është autor. Mandatari është autor i qeverisë. Ky nuk është zoti Konjufsa fatkeqësisht. Unë kisha pas qef shumë me pas zotin Konjufsa në këtë pozicion dhe jam i bindur që përzgjedhja, kompozimi i tij i qeverisë që do ta bënte ky dhe plani i qeverisës në planin e interesit nacional do të ishte i padiskutueshëm. Jam 100% i bindur që një plan i hartum, një plan qeverisës i hartum nga zoti Konjufsa do të ishte një plan që mbështetet në zhvillim, një plan që mbështetet në raporte të mira me alatët, një plan që në rend të parë ka interesin strategjik të vendit, sepse zoti Konjufsa është i ndërtuar në këtë mënyrë. Por nuk e pash një Glauk Konjufsa cilin unë e njoh, nuk e pash Glauk Sherif Konjufsa aty. Unë e pash një person i cili ka me zovënsu përkohësisht zotin Kurti se i ka dalë një punë dika, pa me shku.